Mirëmëngjes. Po si jeni mor? Trëndafila me ves. Si trëndafila. Si jeni more këndez? Si trëndafil. Një trëndafil roz, edhe një trëndafil verdh. Verdh. Le ta quajmë. Edhe uj që ju ujt. Okej, le ta quajmë. Le të themi, do më thonë, uj natural. Natural. Natural, ligo mineral. Po, ndërkohë, si jeni zgjuar të dashur miqtë e mi? Ordroni? Jo, fol ti e para thash. Të flasë unë, faleminderit që më Të dashur miqtë e mi, si Mua po jeni më zë zgjuar? gjume, nuk e di pse, unë jam akoma për gjumesh. Po s'ka gjë, jemi kështu si në gjendje pak gjumi, si në një gjendje... Në madorë Romina, të lutem se kam... Jo, ka nevoj Romina sot që të ketë... Do asistent. Në mbështetje më shpirtërore, po, ka nevoj. Do bëjnë këtë emision dorë për dorë. Shiko, po, kemi vendosur në madhe njerë dorë Romina, po, ja, do rrim Prape dhe borën për energji. Doni, po, t'japun energjinë time. Sa bukur, Mund të bie. Nam, se unë jam goja martuar me fëmijë që kështu nuk... Ti letemi që... Tregoj pak njerëzve, duke parë kamerën tënde, dy fjallë zemë, jo, po, tregoj se si zgjohet një nëna të vrullin në mëngjes, për shembull ti personalisht. Po, Bora, fol pak me kamerën tënde. Qa thutim? Po. Shikoni se di kam kaluar një ditë jo të lodhshme, po super të lodhshme. Dhe di si jam sot, kur këta më thonë që si e zgjuar të sot, jam zgjuar nga ato ditët që ti e di që do të bjerë alarmin në 5, po ti thua që ti jap një mundësi alarmit të bjerë 20 minuta më vonë. Edhe e fik, zgjohesh, e fik në 5, që të mos zgjohen familjarë, dhe e lën 5:20. Dhe thua, si s'po bie kjo në 5:20, se thjesht nuk ka shkuar. Dhe unë grita, e fika atë 5:20 dhe unë grita farë, se ta shqesja vjen. Unë ka sot edhe në 11:20 të më binte alarmi sot. Dhe ishte një të merë. Sot nuk e di pse. Mjafton të shtyje i orari, të shtyje i sa më shumë. Të shkon të ora, do më thonë, edhe 6 e pas ditës në përveç gjumë. që zgjimit tonë. është e pa mundur. Po, pastaj aman, nga mesi emisionit themi sa mirë, iku dhe emisioni, morëm këtë energjinë e dur, se shiko gjithë dita para, në orën 9 do i kishim shumë siklet me qëmë. Si ka mundësia, na është bërë kështu si tip rutine, po se erdhëm këtu ne, s'ka shansë, edhe 2 ditë të pushimit, që prap njerëzit i adhurojnë në të 2 ditë të pushimit, ne prap kemi i kështu. Keti. Zjohu, me MC-n. Ka një ditët e pushimit ne jemi sërish në transmetim. Po, sigurisht, është në të ditë. Nuk i lëm nga shtëpia. Kjo është që ti bëjmë është kërkesës tuaj, keni kërkuar t'ju nashinje, dhe ne themi, pse mos nashinje? Pushimin e taj ti refuzojmë të ke fundja, ne plotësojmë dëshirat tuaj. Dhe refuzoj, mendje të. Dhe, madje, po thoj që unë nuk i kuptoj me të vërtet njerëzit që zgjedhin vetë të rrim pa punë shumë. Nuk e kuptoj. Mua puna mi e pjetë mëj, e kam seriozisht, e kam të pa mundur të mendoj të mos punoj, për shumë. Çështje lekësh kam përshtypjen. Jo, nuk është vetëm aty. Po pate shumë lek, mendin e ke vetëm të rish, të bësh një vilë të bukur. Po jo, të rish aty të pishinë. Zakonisht ata që punojnë shumë, kanë shumë lek edhe prap punojnë shumë. Po prap, është çështje se ndihesh vital, sepse ti të intereson kontakti me njerëzit, të qenit në punë, të qenit aktiv, të nisur ditën, por të bën shumë kur ti e di shumë që del, rregullohesh, do shkosh në punë. Se e nis në orën 6, se e nis në orën 10, është tjetër gjë. Unë nuk përcaktova orar, thash për njerëzit që kanë zgjedhur, jo ata që kanë kërkuar punë dhe nuk kanë gjetur. Ai ndryshimi orës 6 me 10 është fundamental, do thoja. Do ishte një ndryshim që do në ndihmonte pak. Ç'është zgjedhjesh është tek e fundit. Nëse se bën dot një emision mëngjesi, më bësh një emision darke. Po. Mund bëjmë një late night. Me që se ti tani mëngjesin dhe drekën një okej. Mëngjesin drekën, vetëm darkas më ka ngel pa provuar. Atë që ti do, atë që s'ta japin njerëzit fiks. Ja, s'është e dua darkën. Ti do të bësh darkën? Apo thos që s'do të zgjohesh herët? Ja, po them unë, po prap zgjohem. Zgjohu me MCN. Unë them, po prap zgjohem, si është ajo, ha, kot unë kështu, do më thëmë. Si që e mësuar, për çdo ditë. Ndërkohë, YouTube nuk më keni treguar se si jeni zgjuar sot. Shumë mirë, me energji. Ditë e bukur, diell. Mirë, lezetshëm. Bravo. Si njëri ngopur me gjumë. Po, që e ndjen që dielli del më herët,
Edhe ne kur jemi rrugës duke ardhur këtu e shohim atë lindjen e tij dhe është fantastike ndjesia. Po. Edhe është kjo rruga që është fantastike kur vjen për këtu, a? Ti kujdesni se do na ikësh për Elbasan ndonjë ditë, se nuk lidhemi dot nga Elbasan. Jo. Nuk janë të rralla ditët tek të cilat për shembull dua të bëj udhime gjata në makinë. Nuk ishte kjo sot? Jo, nuk ishte kjo sot. Isha shumë i lodhur për t'i dhënë gjatë makinës, ose varet edhe çështje humori. Është edhe çështje humori ajo, se mund të jesh në një humor shumë të mirë për shembull, ose mund të jesh me njerëzit e duhur me vete. Edhe po juve ju kisha këtu, unë isha vetëm, edhe nuk kishim si ikni... Pra, ti do thua që do të vjeshet në Amerie ne, pas të etike. Po u ktheva kështu për t'ju marrë juve, dal nga aksi autostradës. Jeni zëna për të ardhur me mua. Mirë, do ta mbani më. Një ditë do më kërkoni. Një ditë do më kërkoni, po. Shiko, zakonisht... Të mungova, jo. Zakonisht... Do më kërkoni, thash. Zakonisht kjo thuhet kur njerëzit ikin. Pra kur nuk janë në të njëjtin ambient, kur ikin në një vend pune tjetër, kur kështu se do më kërkoni, po do më gjeni. Kështu kemi bërë dhe ne kemi ikur, e nuk është... Në një të ardhme. E lërë, më mirë se s'jam më i kthjellë të sot akoma. Madje unë them kështu që, po i ke ti do na kërkosh ne. Ha më bora, folo bora. Po ku do gjesh, shko, ti ke qenë gjithmonë tentativ për të gjetur dikë dhe për të parë që... Gjithmonë, vazhdoj. Po, për të parë nëse mund të jesh më mirë apo jo. Vazhdoj, por si është ajo, tha? Buka vjetër. Vesi del me shpirtin, buka vjetër nuk harrohet. Mos ju ndaj dashurisë së parë. Në rastin ton. Ku do vemi këtë behar? Në rastin ton profesional. Profesional, pra, po në këtë po themi. Jo gjëra shpirtërore më të tash, lutem mos na ngatroj me këto, na bëjnë segafredo. Segafredo do ta bëj direkt tani. Si fillim, unë kërkoj që segafredo me parë ta bëj për Rominën. Okej, bëj. Ç'është kënder, pse? Ja, se je kështu, dukesh edhe ti për gjumësh. Unë? Po, do të ta jap ty një segafredo sot. Hajde, mendje, hajde. Kjo fytyrë për gjumësh? Jo kjo fytyrë, ky personalitet, kjo e folur. Jo, madje kanë fjetur shumë mirë. Isha, po shikoja serialin tim preferuar. Thash, shkoj, do shikoja, jo, s'mbaronaj se ka 8 sezone. 8 sezone me nga sa seri? Me nga një 15 seri. Ku je tani? Unë jam tek i dyti, jam shumë afër, kupton? Po mirë, kur mbaroj sezonin unë mbaron dhe ai. Po shoh thash një 2 seri. 30 sekonda më vonë. Log off, truri, gjumë. Me vërtet? Po. Unë kam një problem shumë të madh me serial. Shumë të madh. Unë mund ta gdhi, për shumë mund 3 ditë pa gjumë, ama në atë serial më tash. Dua të mbaroj brenda ditës. Casa del Papel për shembull për 2 ditë. Po nëse është i shkurtër, po nëse ka 8 sezone. 5 sezone për 2 seri. Si bie 5 sezone për 2 ditë. Në lini se si. Po i ka 5 pjesë më të sezone për 2 ditë do me dhënë, se i ka pjesë më të është tërruri sot që s'është mirë. Po i kishte nga 45 minuta ato pjesë. Le, se ta kam bërë shumë të shkurtër. Po ma jep s'ka gjë, se nuk ta kthej. Po disa e bërë kështu. E dyta kushte disi ide. S'jam sot. Jo, më kështu si që është ky? Nuk e di, duhet shuar në fjerë djali, përfundimisht. Po hami ti. Kanatire nesër, qatë Së mbaja kanatire, ka mequr kanatire. Që kur më thanë para shumë kohësh që s'të shkojnë kanatierët, edhe jo që afare nga qarkullimi, që kisha në shpi i grisa, që mos më shkon të asë mëndjet i visha. Po, gjejmë si. Në dhe me qorapë, mjafton të ketë pak djerës, dhe më thënë shumë gjë. Po, videot, amon më. Çfarë ekuilibri. Ky është ekuilibri mental prej kohësh. Po s'ke gjetur rrugën e duhur ndoshta. Po tani kështu janë rrugët tona, çfarë? Ose i kanë ndej nga zona pazarit e ri dhe duhet të rregullosh bicikletën. Po, shko të treguj bicikletave. Ka treg atje? Të rregullosh bicikletën për çështje ekuilibri. Më shumë se sa vite kemi në Tiranë. Po unë s'po flisja për bicikletë. Jo, për ti flisi për ekuilibrin. Ky mori për bicikletën, ky mendon që ti ke gjithçka në lidhje me bicikletën. Gjithçka është ekuilibri jote është bicikleta pra. Ajo mund të marrë një pistë për shembull edhe ti. Mirë, nuk të kundërshtoj sot. Të dalim me pistë në rrugë. Ti vërë ca rrota. Ose me atë bicikletën e palestës. Me një skateboard. Apo me skuter. Imagjinoj Romina në skuter. Jo, një herë e kam provuar. Romina duke mbajtur ekuilibrin. E banë më bërëm, ke parë më duket kur e kam provuar. Po, ishte rrezikshme.
Dhe ishte era fundi. Po, nëse provo më. Nëse personat që kanë probleme me ekuilibrin, mos provojnë skuterin se është Për te rrezik. asaj personat shumë gjatë njerë, për shembull, është pak problem të përdorin skuter, se nuk e di. Po e shikon ti, pas ka qenë çështje gjatësi. Pas një dite një djalë, edhe Te ty ishte ka aq i çështje gjatë. ekuilibri. Te ty ti ke Çështje provuar. gjatësie. S'ka Ai lidhje. s'dias bicikletën, imagjino. Bravo, se këto do të Bravo. thoja. Ky flet për ekuilibrin, po ti s'ka s'di një gjë, bicikletën. skuteri krahasim- Skuterin tani në nxorë Ja, justifikim Ua, që njerëzit skuteri e është më gjatë. keq se bicikleta. Qarë thot kjo? Po, të them unë që i di të dyja. Kemi pas dhënë skuterit njerë një jetë. Këti Skuterit i kemi pas tjetër, dhënë. ti Ja, këti tjetët elektrik. me 40 nora vashti, Në prit. 60. 60 shumë, Po. këthes. Ajde, ecim me Jo, ty. gënjen, sepse si unë kam kam parë dhënë, njerëz të gjatë që i japim bicikletë. Gjajnë shumë keq, o, Bora. Gjajnë shumë keq, është tjetër gjë, sikur ecin një pemë, do të thosh ti, kështu gjë. Po, është një pemë me rrota. Po, mos thuaj se Ku do s'di t'i japin. vemi këtë behar? Në jug. Te tituj do ikim, Tituj. momentalisht. Kitarat legjendare të Elvis Presley dhe Bob Dylan shiten në ankand për më shumë se 12.000 pound. Po e mi letri në ankand. Sa bukur. Do rrinë në ankand. Po kush i le ato në ankand? Ua, I keni blenë me vrap. Kam përshtypjen që do janë shitur gja. Duhet ta kisha updateuar. Po, 12.000 për çështje 24 orësh, po do bëjnë, Okej. shiko, do bëjnë ata Jo, pastaj do kam vi më shumë se momenti. 24 orë. Do hidhen lekët. Po, do rritën lekët. Janë hedhur lekët. Po. E marrë Bravo, mirë për qenë. punë 24 orët e para, siç është raportuar, Po, janë hedhur gjithë blerësit. Por me kalimin e ditëve, ata kanë tentuar të shkojnë edhe më lart në çmim. rritet çmimi pra. Ashtu. Në ankand ashtu është edhe çekiti. Dhe sa është tani që kanë kaluar ditë? Tani është e paraportuar. Vashti. Po duhet futemi tek faqja zyrtare. Kanë dhe online ta më duket. Po, mund t'i gjesh kudo, po ideja është në qoftë se ke dëshirë të blesh një kitar që i ka rënë Elvis Presley, ajo është tjetër gjë pastaj. Po ti ç'a instrumenti do blije një kështu në Unë këto do blija, legjendaret? për shembull, pianon që i ka rënë Ray Charles, për shembull. Atë do ta blija, se kitarën nuk di ti bi kitarën. Shumë i thellë, Edhe po ta në blej çove nuk shumë. Dhe kitarën sa e do Elvis Presley. shpenzoje për atë piano? Sa do thoje që ja bëj halal? Me kushtet tona... Jo, sa lek është ajo? Jo, sa ta shpenzoje Ajo nuk është në ai? ankand si piano dhe unë nuk është Po se ti mund ishte t'jap. pra, po marrim hipotetike Sa të paguaje gjithçka. ti që ta Shtiru merr? Shumë pa, një bëj kredi qika mund ta aktorin. merja për atë piano. Sa kredi? Deri në sa? 20-30.000 euro. Bravo. Ama mirë, qa Po. thot ti? Duhet, unë mendoj që... Në shtëpinë time kam 3 piano. Ku e ke shpinë dhe një? Në shtëpinë time kam 3 Kur të piano. çoni Kam ato pianon që përgjigjet e kam... gjergjezës, Kam I pianon që i nxë kam rënë për herë ashensorë, si të parë, zbritet? kur isha 6 vjeç, që kam pas pianon e parë, kam një piano tjetër, kam dhe një piano elektrike. Kam 3. Edhe prap moderator. Dhe prap dua një piano me bisht. Që është një piano? Janë fiksime, janë pianot që kanë atë bishtin mbrapa, që hapet shumë fuk. Ato janë klasike dhe bukura. Po, shumë bukra. Prap aty e kam Rrezikti fiksime. kur shkon në për këto vende që i shikon të piano, shkon direkt. Janë çështje fiksimi ato, nuk është se... Nëse ta është e bukur Ti vërtet. është obsesion ta kesh në shtëpi për shembull atë, për ne, se janë piano Ose shumë nga këto shtrenjta, transparente. kupton, Kanë Shumë çmime bukur të shumë ishte. të larta. Ato janë shumë shpime të Por vërtet. gjithsesi Elvis Presley dhe Bob Dylan, duke ndërtuar gjithë jetën mbi kitarë, normalisht që kitara se japin një vlerë shumë të madhe si instrument. Po. Për te kësaj ata mund të kenë pasur shumë kitara, por këto kanë veçanti për faktin që kanë një punim druri shumë të veçantë. Kanë edhe tingullin shumë të veçantë. Pa, edhe Normalisht rëndësisë edhe që telat kanë, janë pra. origjinale edhe Po, për sa i sigurisht, përket okay. kohës. Po. Edhe normalisht rëndësia se i ka rënë Elvis Presley, nuk Po, është se... pyetje, është Kanë diçka- histori. A mu të ndryshken ose konsumojnë telat? Telat, Varet po. si i mirëmban. Telat, po. Jo, po, Telat po është teli është konsumohen. tel, konsumohet. Po duhet të ketë ndonjë llak, ndonjë gjë që ndoshta i mirëmban. Ti blen kitaren dhe mendojnë që është në kushtet optimale. Timer nga ankandi, ti shko në shtëpi për t'i rënë. Tek futet teli. Shiko, në Thua fakt ti, po, si, kitarat të tilla duhet ta more? ndash mendjen për çfarë i blen. Qofse ti e relike. blen Marrin për relik. për të luajtur, atëherë duhet ja ndrosh të 5 telat. Duhet ta ndrosh të 6 telat. Se jemi Se mirë mi që s'na sot. theme një tel, çiftelie. Jemi sot. Duhet ja ndrosh telat. Në rastin që Që? ti do ta marrësh vetëm për relike kitarën, atëherë ti duhet ta ruash diku edhe nuk ka nevojë fare të ja ndrosh telat.
le të jenë edhe ashtu të ndryshkur në qoftë se janë shumë të Po ti vjetër. ke për çështje prestigjit që ti e ke pra atë. Po, është çështje prestigjit, se nuk është se ti e merr për të luajtur. Ndërkohë që ato si kitara ishin në gjendje perfekte edhe për të luajtur, pra ishin kitara që ishin të mbajtura në gjendje shumë të mirë edhe mund të ndroje telat edhe të ishin totalisht Pra, funksionale. në çdo lem ti them që do jetë një shqiptar që e ka. Që e ka marrë, që e ka blerë. Po. Ose që ka shkuar, ka hedhur një shumë të caktuar, është Ti pjesa themi në këtyre kandit. kitaristëve tanë këtu. Pa Nuk e di atë do shpenzonin ai shumë lek. Se imagjino ti kesh në dasëm për shembull dhe të luash në dasëm me kitarën e Elvis Kam Presley. kitarën e Elvis Presley, edhe... Ka be gushbardh aty, hajde fillojmë rrepin. Si më të jetë gushbardha nga kitara këtyre për shembull. Njësoj. Bukur. Mund të tingëllonte pak më kështu. Legjendare. Nëse Nëse, iku imagjinata, eci. Po. Sot imagjinata qek. Që jemi të imagjinata. Është këtu. Njerëzit po ngrinë veten për të jetuar sërish. Vezët i kanë ngrirë. Po. Njiku kjo periudha. Njësoj si që ngrim mishen, njësoj si Ashtu, që ngrim bravo. Gjitha po i gjamjet. ngrin. Po, jemi ne ata që i ngrim, i fusim në ngrirje. Po, ngrim. nëse nuk funksionon, Për pse shembull mund ti mos kuj do t'i funksionoje besoje, njëjta gjë me kuj ne? do t'i besoje ti që të ngrinte. Që Unë? të prisi që të Të shkrinte. bënte akull, domethënë, të ngrinte. Jo, puna është që të presish dhe të shkriti, besosh ai shumë se është dhe Jo se ngjau shumë Vllajt, bukur po. kur e the, po. Okej. Vetëm vllai doja besoja. Se e di që do mlinte aty për gjithmonë. Qartë. Për këtë fiks kështë. Ti ishe e lumtur aty në atë temperaturën Po, ti- tënde minus 184 gradë. Po. Po mirë, do ishe veshur bukur të paktën do ishe kështu. A, kjo është amanet. Bravo. Imazhi shpërndetshëm. Ti ri? Nuk do të duaj fare ajo veshja se këtu e kam veshur se s'do na nxjerrin Zhveshur. laskurish djalin. Ore, Po pra ja një që- pyetje. Po ti? Kujt ja besoja Kujt të do më ja ngrinte? besoja? Pas njerët mos du fare të ngrihem unë. Si asë njërit Le më të jemi është, aty po i flasim për shkrirë çështje mbaruar. besimi këtu më, nuk është çështja të ngrirja në thelb. Po të dëgjon mami. Për besimin, Ty mirë, tat. mamin do themi, mamin, ashtu. babin. Mami do themi, thoj mami më mirë se mami, zere se i ka thënë dhe babit. Mami dhe babi, po. Okej. Mami na ngrin të dyve, po Shiko. mamin kush e ngrin, po se. Mami është në pritje për të shkrirë. E po shiko pak Moj, në la variantin... mendja mamin me ngri. Ato të këtoja. Pastaj ka një gjë që në variantën e prindëve të shkrijë qik se kam një pyetje për të bërë. Po, bravo. Ku është ky aplikacioni se më ka dalë një shenjë për shembull. Bravo. Ku është aplikacioni se më ka dalë një shenjë sot, ose për shembull Rej, ku ishe ato ndeshje ti? Më thot babi gjithmonë. E që kështu nuk Sa ka herë shans ka të ndeshje, ngrish. më pyet gjithmonë ku ishe ndeshjet. Okej. Se janë ca aplikacione që i shohim. Sa herë ka ndeshje, më bën të njëjtën pyetje Po. dhe nuk e mban mend kurrë. Më pse bezdise ti? Jo, më nuk bezdise mu, po do me thënë, edhe ti ishe i ngrirë, do fillon të procesi shkrirjes, 2 herë Pra, në javë. kjo është frika jote. Sa herë ka Champions League, do fillon të shkrirë. E, po, ngri, shkri, prishe cilësia. Po. Ndërsa Ashtu unë bëhet. nuk kam shanse pikërisht se ai procesi ngrish-shkrirë është shumë i dëmshëm. Bravo. Toksik. Mund të varet për shkak nejse, stop. Unë e kam të pamundur se ndojmë, o ma, ku është kjo, o ma, ku është kjo, bora po nuk e gjej këtë, ndërkohë që është thjesht poshtë. Kështu është e pamundur. Mua do më ndjeki kjo, unë kam këtu te, o ma, dhe mendoj që për shumë Nuk e faj. Megjithëse për shumë për zotin sa e lexova këtë artikull, më duk një ndër gjërat më të frikshme. Po, është i të Se mërshëm. njeriu ka duket lindur për ta interesante. përjetuar gjithçka. Po, Të ti gjithë mund ta ciklet e përjetosh jetës. më vonë. Po si, Tani bie shiko. për personat që kanë Por e lodhe kaluar të robi nga jeta, Boras. Do që Dakord, të jetoj 5 vitet e ardhshme. Do që të kaloj koha shpejt. Edhe të zgjohet Ku e pas di 5 ti që vitesh. s'do, Jo, ti më mos duash sot për 5 vitet e ardhshme. Jo, ata Po duan nëse për për shumë 50 mendim. vite. Po do të kesh i buton. Ata duan të zgjojnë në momentin që bota Të? do të bëhet e pavdekshme, le të themi, do shpiket pavdekshmëria. S'ka shanse, nuk Ilaçi i ekziston. pavdekshmërisë do shpiket. Atëherë duan ata që të ringjallen edhe Atëherë- të rikthehen në jetë, pra. Është shumë e qartë, atëherë do të jetë një kompani e cila do ta bëjë këtë gjën, që do ngri një pjesë të njerëzve dhe do shkri kur të jetë e nevojshme, pra që të na duhet një Shiko tani, popullsi. problemi është këtu që në qoftë se ti ngrin, çfarë moshe do ngrish? Se edhe në momentin që ti rikthehesh prapë pastaj nga për zotin, ngrirja unë që ti ke 70 vjeç bërë. nuk dua me Pa ty ngri. pra, se po ngrive 70 Jo, po vjeç për shembull, akulli, në nuk qoftë se ti të plaka rikthehesh. shpejt akulli. Po ti Aty vitet gja ecin je nuk në një ngadalë. moshë të tillë, Po pra, 70 po vjeç. themi, në qoftë se ti ngrin 70, je i plakur xha. Qoftë se ti ngrin 40, është më ndryshe ose 30 pra. Po pra,
Varet Po të çfarë kohe do rinjt të jetosh. të rinjt do ta marrin Të rinë se duan forcë kështu punë. Tani forcë të temperatura parë. ishte minus 184 gradë Celsius. Ishte një startup nga Berlini që ka siguruar 5 milion euro për këtë lloj financimi dhe një ngrirje është 200.000 euro që kushton. Dhe ka njerëz tashmë, 70 vjeçarët 800 europian që e kanë zgjedhur ta bëjnë si procedurë, po, 800 europian. Është Dhe një shqiptar, në këto 800 europian që janë, evropian. disa prej tyre kanë vënë kush që patjetër të kenë dhe kafshët e tyre shtëpiake me vetë. Shit, Të ngrinë si janë qenin. të atë pasurit për Zotin. Kush i kupton? Po, qeni është la vida loca komplet, qeni është për qef në vetë. Qeni s'do, pse... Ka ikur shpreha pse e merr të qeni. drejtën ti qenit. Është S'do bërë jetë qeni, njeriu tani. pse merr ti vendim për qenin. Jo, qenin e du unë për vete. Jo, po i egoist, s'mund të Është abuzim ndaj kafshëve. Po si s'mund të t'ja lëm vendosësh neve ti. për shembull Njësoj qenin siç vendosi? nuk vendosti dot për fëmijën. Nuk e vendosti pse do të tregosh ti egoist për të marrë një vendim për fëmijën tënd. Ashtu është. E njëjta E gjë. duan qenin me vete, duan ta kenë me vete. Në dhomën e ngrirjes, kush do më bëj mua, thot ai, muhabet, i ngrirë. Ose do të ndjej vibe-in e qenit kur është i ngrirë. Ecim. Nëse inshallah nuk përhapet kjo. Ecim. Si kavi eksperimental, më në duket vetë. 3.6 milion euro pag, por asnjë nuk pranon të punoj. A do e bëje dot? Rej, qa bën këtu më? Çfarë është kjo? Dit? Vallaj, të fare Aleksandris nuk i unë. Pse më çfarë bëhet aty? Atje i erë pikës pari, shifi dalgët sa janë. Po, Çka ka? Artistike është. 3.6 milion euro, trish aty vetëm. Tek pull. Për sa kohë? 2. Pa, tani dorishti, kontratën si janë të çmendur ata të ta bëjnë privit. Do ta bëjnë 3 deri në 5 vjet. Më mirë vetëm apo tek pull? Tek pull. Edhe dorish vetëm, e dyta kjo, e treta, ç'është më e rëndësishmja. Aty thuhet që në rrënojat e farit janë disa trupa, edhe ka dhe kështu nga këto aktet Po është satanike. mëngjes, more djalë. Dhe gjatë natës dëgjohen zhurma tingujt të ndryshëm, të dëgjohen sirenave. zëra, Të Wingstave dhe zëra. balonit. Zëra. Si e kishte emrin ai të Syrit Wingstat? Balon? ciklopit. Balon. Balton. Jo. Valdrind është. Bravo. Ai i keqi pra që dominon dhe ujra dhe kthente çdo siren të bukur në një përbindësh. Romina na Po apo ktheve flisni për tani. okultizmin? Jo, po flisim, po nuk... Ja që te fare Aleksandris nuk punohet. Se imagjino për shembull të jesh atje vetëm. Pra është bosh. Mirë që ke ikur nga truri që je vetëm. Sigurisht. Po dëgjosh dhe zëra dhe të përplasën dhe dallgët në përdhom. Atë janë oshëtimat e dallgëve, se s'besoj se. Ja, aty është thënë Mirë, të a ka paktën nga ndodhur- njerëz që e kanë tentuar që ka pasur zëra natën. A u ka ndodhur gjë këtyre njerëzve? Kështu si ulërima Po natë. si dalin Nuk i ka atëre? ndodhur Si gjë, futen, si nuk dalin është e njerëzit nga aty atëre? Si merret vendimi? Po atje të çojnë manie me motra. Jo. Edhe një herë, të çojnë ti mund mos vinë të marrin fare për shkakun. Po mirë. Mund mos të hedhin dhe lekët, dhe të thonë rri atje tani, hidhun det po deshe. Po ti kam hedhur thon për shembull. Po si Ku do do e hash një, po vërtetosh se do ti? të cilën ata dhe ushqime gjëra se ngra. ku do hashën drejt. në mes detit, në mes farit. Po. Interesante, mund të ti për shembull si artist mund të shkruash aty gjithkohës. Po, bravo. Një sakrificë. Po. Po pastaj ama do jesh i pasur. Po, për një Mund vit. kesh një pjesë të lobit frontal bosh, por Po, rëndësi ka kjo. Qënë si ka, për më mua... shumë se gjysma e botës nuk e Shiko, kanë. Unë do i thoja këtë, le të ndriçoj vetëm farin, se nuk po na... Nuk do t'jap nga drita ime. Le të ndriçoj vetëm farin, Se s'kam nevojë për frymëzim. Po, Se neve nuk po na intereson fare. se frymëzohem edhe te kati i gjash për shkak. Po, le të vazhdoj të rrotullohet vetë ai fari se nuk na duhet fare. Nuk na duhet Po fare mirë, fare. e refuzuar. Okej, e heqim, nuk na duhet ky vend pune. Lloj-lloj Mes një rimash tjetër, mund të po. bësh. Titulli tjetër. Po, ma merr mendje. Cila kafshë të ngjan më shumë sipas shenjës së horoskopit? Hajde. Na e Perl. thuaj. Ky është artikull Perl. Sy e vesh. Tani, Gati. do të ndalemi tek Dashi dhe Dashin unë e mbaj mend, që është tigri. Kjo ka të bëjë me horoskopin kinez apo thjesht? Jo. Është thjesht një ndërlidhje sipas karakteristikave të çdo shenje. Okej, ju jeni tigra. Ne jemi tigra të guxim shmëshmësh, energjik shmëshmësh Wow. dhe gjithmonë gati për sfida.
përfaqëson shpirtin luftarak të Dashit Tigri. Kafshë e egër, thot, lider natyral dhe nuk heziton të marrë vendime të shpejta, ndonjëherë dhe impulsive. Pa. A? Pa. Jemi tigre ne? Jemi. Give it. Tigresh. Tani, Demi. Demi është një panda. Wow. Të qetë, të butë, dashamirës, të rehatis. Demi i qeti but? E Demi, Po, deri në cilën pikë? deri në pikën që pastaj fillon panda dhe mbron të vetët. Po. Ah. Janë hakmarrës, po i Demi fole për thotë ushqimin. adhuron komoditetin, ushqimin e mirë dhe ambientet e ngrota. A, te ushqimi që ndro. Paqësor në natyrë, por kur provokohet, tregon forcën e tij të vërtetë. Shkon, i dim po, kemi mirë, mësuar se mirë, gjëra. Motoja e Demit është O, slow, rregullu. steady and classy. Na përktheu djalë se s'dim anglisht. Është ngadalë, të Po. qëndrueshëm edhe Klasi. klas. Pa, sigurisht. Është karakteristik e Demit. Po, ndalim tek binjekrit. Binjekrit, hajde. Tani, këtu është Po filluam me këto ngjashmëria neve del bare për- në orën 8. Jemi shumë shpejt. Të zgjuar të shkathët dhe plot kuriozitet, binjakët ngjajnë me dhelprat që din të përshtaten në çdo situatë. Binjakët janë një dhelpër. Binjakët janë një dhelpër e vërtet. Okej. Vazhdojmë. Tek gaforja. Gaforja ngjan me breshkën. Wow. E ndjeshme, e kujdesshme, Ama shumë e nga lidhur dalë me për të Ndjeshme e sigurt. kujdesshme. Pritën. e ndjeshme, e kujdesshme, e kujdesshme. Re, anullohu sot. S'jam sot, anulloja të folur sot. Shumë e lidhur me shtëpinë breshka. Aha, shkon të Po, dole. e mban me vete, aq Po, e lidhur. e mban me vete. Po, sipër. Luani normalisht që ngjan me Luanin, fantazia zero. Krenar, karizmatik, lider, asnjë kafshë e përfaqëson më mirë këtë shenjë. Është shumë e qartë, sepse nga që janë të tillë dhe nuk mund të krahasohen me asnjë gjë tjetër. Pikërisht. Janë- Virgje Reça ngjan me qenin, Me kë? me qenin. Me qenin ore. Me qenin. Me qenin. Besnik, organizuar dhe gjithmonë shërbim të tjerëve ngjan me qenin që është miku më i mirë i njeriut. Po mirë. Peshorja, na ngjan kërka me dallëndyshen. Wow. E Stinore. dashur Se thot bën harmonike dhe me sens të lindur për estetikën. Shumë fine. Arkitekte. pra. Peshorja ngjan me dallëndyshen që është simbol i bukurisë, balancës dhe bashkëtesës. Okej. Ecim Akrepi, gjarpër. Wow. Gjarpër. Edhe Piton. akrep dhe gjarpër Bien, kudo që po. ta kthesh hel. Misterios sot intensiv, magnetik, si gjarpri i heshtur, por i rrezikshëm nëse provokohet. Po. I përshtatet. Shigjetari në ngjaka me kalin. I lirë, aventurier, gjithmonë kërkim të horizonteve të reja, përfaqëson shpirtin eksplorues të shigjetarit kali. Okej. Bricjapi, dhia e maleve. E qëndrueshme, e disiplinuar dhe e fokusuar në qëllime. Bricjapi dhije maleve. Fiks. Unike. Si dhia që ngjitet në majet më të larta, Thjesht bricjapi po nuk thjesht ndalet dhi. derisa të arrijë suksesin. Qartë. Ujori me delfinin, inovativ, altruist, shumë social, simboli zgjuarësisë, empatisë. Okej. Dhe në fund, peshqit ngjajnë me peshkun ylber. Wow. Diçme. Nuk gjajnë me peshkaqeni? Ja. Peshku Peshqit ylber. me peshkun ylber. Sepse Oh, peshku janë ylber ylberizuar dhe përfaqëson peshqit? natyrën poetike të peshqve. Keni parë ndonjëherë peshku ylber? Peshku Peshku ylber, jo. ylber. Jo. S'kemi pas në Ne akvarium ne asnjëherë. jo, po ka njerëz që e shohin. Varet. Po. Varet nga këndi i dritës Ose gjithmonë. mund ta lyesh dhe vetë. Reflektimi, është reflektimi. Okej, ishin kështu Këto poetike. ishin Peshqit, pra, po, mbaruam, të interesant. ëmbël ndërmtar me botë të brendshme shumë të pasur, peshqit. Po. Drejt, okej. Kjo ishte- Shumë interesant ishin këto. Faleminderit. E kemi edhe një të fundit? Të fundit po më duket se jemi shumë vonë me kohën dhe vendos Po, regjia. besoj. Mirë, okej, hajde. Një burr 99 vjeç u divorcua nga gruaja e tij, 96 vjeçare, pas 77 viteve martesë, pasi ai zbuloi një flirë të saj në vitin 1940. Sa vjeç është djali? Si ushtrimet e matematikës. Sa vjeç është djali? Kur janë lidhur këta? Kur janë lidhur këta, bravo. Po, ishte një rast i rrallë që kishte ndodhur që
Si duket, mbase, mosha i ka trokitur dhe janë rikthyer, i është dukur sikur kanë jetuar në 1940-ën ende. Po nëse e bravo i qoftë, nëse 9 vjeç merr vendime të tilla. Bravo i qoftë, ja. Del vete. Burr tamam. Sa e bukur del më vete shumë. Po, se ai do iki nga shtëpia, se gruan do ta lër aty. Gruaja nuk del nga shtëpia. Gruaja nuk del nga shtëpia, do dali vet. E do gjej një shtëpi tjetër. Edhe pastaj të nesëm do thotë, ore, pse kam gruan në shtëpi unë? Kujtohet, sa budallau, po, mendoja më për një gjë që ka ndodhur para 70 viteve. Jo, kam përshtypjen në atë moshë ti mund të rrofesh çfarë të duash, e ditën tjetër ai s'do mbaj mend asgjë. 77 vite martesë, sa i bie të ketë qenë? Ai 22 vjeç? Po ajo sa i bie të ketë qenë? 3 vjet më e vogël, 19 vjeç. Bravo, Rei, ua, bravo. O, faleminderit. E meriton këtë. Do të thënë, ti mund të kesh probleme sot me të ngjecurin, po matematikë që ke. Me të ngjecurin sot që ngam shumë bukur. Okej, interesante. Kjo ishte e çuditshme që një burr kujtohet për flirtin. Se të ndodhte nga një grua, për shembull, të ndajë në moshën 99 vjeçare nga burri. Se të hynt ajo bisedave të burrit të saj, se çka bëra ai përpara ose këtyre po kujtoni fjalëve. juve, thua, e mban mend kur ke pasur ti një lidhje në 1940-ën e kupton. Asa i ke thënë më shpesh të dua se mua. Dëgjoj pak, nuk do kishte shanse të kishte zgjatur martesa aq gjatë. Ashtu, Nëse ti do ishe me mendjen që i ke folur asaj më shumë se sa mua dhe ti ke mendjen tek një raport që ai ose ajo ka pasur, kuptim do kishin 77 vite martesë. E drejt dhe kjo, po, për jashtë rastit nuk i ngjan. Jo, të bëhemi një 96 vjeç. I pranoj të gjitha kritikat edhe i pranoj të gjitha fjalët që thot një grua e martuar. Ecim. Reklama. U rikthyem, jemi në studio, ikim me njëherë tek gjëgjoza e ditës. Ikim. Okej, e shohim. Po më fërkove lind, frym s'jam, as zë, por frymën ta ndal. Kur më prek pa mendje të vë në hall, pa u par udhëtoj. Qa thumi, ua qa lëmshi. Po sot e gjithet nga bësh lëmsh? Unë jam bërë lëmsh vetë sot. Ja prita gjej këtu në ditarin tim. Po më fërkove lind, frym s'jam, as zë. Mos janë ato dandelions që... Kur më prek për mendje të vë në hall. Pa u par ato lulet që i frym kështu për push. Aja, babagjysh qaj janë ato. Aja, babagjysh ishtë gjë tjetër, si qënë ato. Ska gjë më në lini rahat, më në lini mërë sot, më në lini mërë, se... Balona? Jo, së është balona. Së është balona, se balona nuk e fërkojmë. Çfarë lind nga fërkimi? Nxehtësia. Zjarri. Ja. Ama? Jo pra, më thotë. Do të thënë, mos e gjetëm. Pa u parë udhëtoj. Po më fërkove lind. Që ka shumë gjëra që lindi nga fërkimi. Po e pra. Po e avulli, ty kështë gjërësh. Ja. Po më fërkove lind. Frym s'jam, as zë. Po që s'jam frym as zë. Po frymën ta ndal. Edhe kjo. Nxehtësia bën shumë sens. Po pra, po gjithsesi edhe tymi për shembull, ose edhe i nxehti, avulli, kur fërkohen, se unë përmendoja që në lashtësi, po. Kur më prek pa mendje të vë në hall. Këtu është çështja. Kur prek pa mendje. Sa në sikletë është Romina, sa në angth, sa në zjarë të brëndë. Romina, për shumë doje që sot të thoshtë e rejtë, si përgjishë, me shpirë. Po thua jo reja. E, ba jam, e zemë. Ime ta themun për pak sa të ikim nga kjo rubrikë. Pa u paru të toj. Po e pra ngrijet lartë. Balona. Tipit oksigeni, që është. Pra, të këto jam, të këto. E pra, ty të qonë, po. Po një gjë që e prek të vë në hall. Lule mos më prek. Lule mos më prek. Po, eksiston me vërteti, mos u ta me lule. Po pra. Si që kam sot, mos u ta me qenë, mos u ta me lule, mos u ta I respect your mother. Mos u bë gangster me mami. Të dashur miqtë e mi, Instagram, Facebook, TikTok mund të dërgoni përgjigjet tuaja, gjithashtu dhe në letra poshdere, dhe që është më rëndësishme Rryma elektrike, na thon nga regjia. Po, e gjeti. Ua, bravo Ila! Epike!
Bravo. E gjeti Ila. Bravo. Të lumë t'Ila. Bravo, Ila. Shumë bukur. Ishte fiks momenti që duhet a gjeje. Fiks. Tani mbaroj, ka ishte. Ka ishte. Edhe Do pristi. sa bukur na shkruani edhe gjithë adresat. Na shkruani në adresën time elektronike Ila që është surprizuese. ma futën në fund @mcn.tv. Bravo, Ila, surprizuese dhe fiks Bravo. goditse në momentin e dur. Fiks. Bravo. Okej. Tani do mendojmë Super. të gjejmë një tjetër. Pasi ne të kemi parë tekstin, prezantojmë të ftuarit e qartë. Bravo, e dini ju procedurën. Tekst. E shohim. Ja, ta shohim. Ta du shumë mamin. Mamin ta du shumë. Me që po Respekt flisnim për mama sot. Po për ty respekt, Na jo. doli fiks. Ja Pyte drejtojmë pak mamin. O ma. Në atere. Qa do të thot për mu? Qa do të thot për mu? Ke vesh në lane. Edhe bo filozofi në për mihane. Nëse ke menu se mu më nale, mu nuk më nalin do 20 si ty. Jo më jo. Më vje keq për ty. Jo më jo. Hilet i bone, edhe në fund, Në fund? ja fut e vetes tane. Nëse ke menu se cool u bane, shumë ti ke gabu, jo, mos u merë me mu. Mos u merë me mu. Jo, mos Sa keq u bone, sa shpejt e nëzore ftyrën tane, gjakun tatë të kuq të zi e bane. Pse të djek për mu kaj shumë, se di. Po, kush je ti? kush je ti? A, thuz qa bone, kur u bone ti me dhonë leksione. Më mirë rruje nerin e shpis tone. Okej. Mos u merë me mu, ja. Mos u merë me mu. Mos u merë me mu. Se ta du shumë mamin. Po. Mamin ta du shumë. Respekt. Respekt për mamin. Po për ty respekt, ja. Po. Pyte pak mamin, se dhe ajo më do. Që pas kemi ditë. Qa do të thot për mu? Jam kurios, qa do të thot për mu? Pyte pra mamin. Boni 2-3 pytje dhe flasim. Jemi në kontakt. Po ti bën, ti prandaj thua këtë se nga që ti relatat me mama ti ke të mira. Mamat unë? Me mamat, me vjerat, me gjyshet. Me Me vjerat. gjyshit, me babat. Me të gjitha vjerat? Me të gjitha vjerat. Gjithmonë për një farë periudhë kohë. Jam perë. Qa po ndodhë? Dorisa, të dua. Ka që? Nuk e them dop. Nuk e thua do Po, të. mbaroj kaj, të ndjekim pak në Në lanën. këtë momente që ti mendon që të ta ndash humorin me të tjerët. Më mirë, shko thuja. Sa tone? Po, E bravo. rrezikshme si këngë dhe guxuese. Bravo, Guxuese shumë interesante. është. Si ke marrë guximin? Bravo i qoftë. Po. Është një dedikim ky? Jo, më për Jo, mamin. s'është. Jo për Për mamin e, të. për mamin, Po, për po. mamin e çdo kujt. Për jo. maman, në përgjithësi. Absolutisht, absolutisht jo. Me lej sot Absolutisht. Ja, sa e doli ajo teja u ndrua, se si u ndrua me një, domethënë nuk e di, Me një me një qëllim. përcaktuar. Mirë ti të ftuarat ke Do disa m'japësh minuta. leje sot. M'jep leje Nis sot. ka që doli lajmi. I kërkon shefes leje live. Po. Kërkon shefes leje live, m'jep leje sot, jo për gjë, po do them në një gjë rrugës, do m'dali në një perl. Ne këtë duam. Inshallah. Faleminderit shefe që më ruan. E ti e di që ne nuk e ndërpresim dot se jemi live. E di, e di. Ashtu, ecim atëre. Ecim me një super histori në fakt, e nisim emisionin sot me një rrëfim të Edlira Jaruas, që në profesion është mjeke endokrinologe, por vjen sot jo vetëm për të folur për problemet që shkakton tiroidja dhe problemet me Hashimoton tek infertiliteti, por e nisur e gjithë kjo nga historia e saj personale, sepse Edlira të 2 fëmijët e saj ka sjellë në jetë me in vitro, pra me
jo në mënyrë natyrale. Dhe ka pasur probleme për vitesh të tëra tentativ për të bekuar me fëmijë dhe më në fund ja del edhe këtë mision e ka kthyer edhe në ndihmë të gjitha vajzave dhe nënave që kërkojnë që të kenë informacion më shumë edhe që vuajnë për vitesh me problemet e infertilitetit, kështu që gjithë profilin e saj e ka thyer në një mision për dhënë mesazhe dhe ky është qëllimi i saj sot, që përmes historisë së saj ajo të japë mesazhet e saj për çdo nënë që ka nevojë të thjesht të dëgjojë një fjalë të mirë që po mund t'ia dalë. Dhe ka një interes të shtuar për të mësuar, sepse ka njerëz dhe ka vajza dhe ka çifte që kanë tentuar e tentojnë prej shumë vitesh dhe nuk arrin dot të bëhen prindër. Që kështu sot duhet të dëgjojmë patjetër dhe historinë dhe mesazhin që Edira ka për të dhënë për të gjithë çiftet. Okej, super. Më pas se rikthehet në studio herbalisti Irfan Gjeçi, i cili do të na flasë për trajtimin me shushunja. Shumë interesant. Shumë interesant dhe është një ndër terapitë që ka qenë si praktikë realizuar në Shqipëri shumë e vjetër, por duket sikur është rikthyer edhe një herë dhe sikur është bërë trend, është bërë edhe mod, pa diskutim, sepse njerëzit që e praktikojnë bëjnë edhe foto, bëjnë edhe video që janë ushtruar një trajtim me shushunja, po përse vlen kjo? Cilët persona duhet ta bëjnë këtë si trajtim? Çfarë le të themi aspekte të mira shëndetësore kemi, si bëhet si praktikë sa herë, si procedurë, ndoshta minutazh gjithashtu dhe ndoshta këto pickimet e ndihmojnë njeriu apo mund të ketë ata njerëz që shkojnë pa rekomandime dhe mund ta përkeqësojnë. Që kështu vetëm pas pak Irfan Gjeçi na i sqaron të gjitha. Okej, më pas Suzana Kroshi Turshilla vjen në studio, është një mis në fakt, edhe pse është një zonjë në moshë, le ta quajmë kështu, edhe pse ajo ka thyer gjitha tabut e vajzave dhe zonjave për të marrë pjesë në konkurset e bukurisë. Ajo nuk është se ka ndaluar vetëm një konkurs, po vazhdon që të marrë pjesë në çdo gjë që organizohet dhe ingranon edhe të gjitha bashkëpunëtarët e saj për të marrë pjesë edhe për të fuqizuar figurën e gruas me anë të këtyre konkurseve. Vjen për të rrëfyer historinë e saj, që nga historia e dashurisë, emigrimit, jeta tashmë që është kthyer në Tiranë dhe të gjitha këto. Okej, më pas vjen në studio Tarzani Dibrës. Po, Gjyti Bran, njëri pas tjetrit. Po, Izeti është nga ata njerëz që nuk është i panjohur për media, për ekran dhe sigurisht edhe për rrjetet sociale, për atë gjithë ata që e ndjekin, ai tregon vazhdimisht të gjitha eksplorimet që ai bën në natyrë, bën këto eksperimente që janë të çuditshme dhe duket sikur janë të vështira, sidomos në periudhën e dimrit që ai është zhytur dhe ka qëndruar edhe në dëbor në temperatura vërtet shumë ekstrem të ulta. -12 gradë. Po, dhe që kështu është dukur e besueshme për shumicën e njerëzve, por me sa duket atij është kthyer në siljetese e gjithë kjo procedurë eksplorimi, le të themi, sepse është njëri që jeton në natyrë, investon në natyrë dhe gjithë pjesën e jetës së tij e ka duke ju dedikuar natyrës. Pra, pas pak do të jetë Izet Shulku në studio me ne për na treguar për këtë pasion që nga ngjitja e maleve dhe të gjitha eksperiencat e tij në natyrë. Okej, super. E gjetëm Gjegjëzën? Ua. Hajde. E gjetëm se E gjetëm, do të thënë ajo që do t'japim. Ç'ta gjej njerëzit. do ta japim këtë, po. Ajde e gjej. As jam ujë, as jam zjarr, por nga të dy kam huazuar. Sa herë më ngrihet, doan të ma ulin. Temperatura. Problem. Bravo. Po pse? Bravo. Bravo. E gjeta vërtet. E gjetëm gjatë. Bravo. Ç'është ky nivel? Jo, ideja është se duhet ta gjej. Po unë nuk mendova që e gjeta. A ti the kot. Më fal. Më fal profesor. Ikim në reklamë, pas pak do gjejmë Gjegjë. Do vazhdojmë. Dashi. Falhënës ju do t'jepni më të mirën tuaj në të gjitha projektet që do të vendosni të merrni përsipër. Gjatë ditës së sotme, do t'jeni euforik, efektiv dhe efikas, duke mbledhur suksese dhe pëlqime. Humori i mirë që do t'ju karakterizojë do të ndikojë pozitivisht në marrëdhëniet tuaja shoqërore. Sa i përket marrëdhënies tuaj në çift, butësia do i lërë vendin pasionit. Demi. Shmangni debatet me të dashurin tuaj pasi dita e sotme do të jetë mjaft e ngarkuar për ju dhe do të mjaftoj vetëm një fjalë për të prishur gjithçka që keni ndërtuar prej vitesh.
Për disa prej jush do të jetë një ditë ideale për të shijuar shoqërinë e fëmijëve tuaj dhe për të kaluar disa momente të këndshme me ta. Mbase sot ju do i prezantoni fëmijëve tuaj një pjesë tuajën të cilën ata ende nuk e kanë njohur. Binjakët, mos humni kohë në projekte jo serioze ose të paarritshme, por synoni për qëllime konkrete që me siguri do të kenë sukses. Simpatia dhe aftësia bindëse e juaja do të jetë një plus i madh për disa prej jush. As vendosmëria për të përballur me mundësi të reja për përmirësim nuk do t'ju mungojë. Disa plane të mirë menduara nga partneri juaj do të gjallërojnë natën e sotme. Gaforja. Qielli është në dispozicionin tuaj të plot, ju ndihmon të jeni shkëlqyes dhe të ngjallni simpati. Në punë do të keni kushtet më të favorshme për të përmirësuar atë çfarë nuk e keni bërë si duhet më parë. Jeta juaj në çift është në momentin e saj më të mirë. Ju gëzoni një ndjenjë harmonie dhe gjallërie me partnerin tuaj. E po, nuk ka si të ndodhë ndryshe, pasi ju jeni një vulkan i desh dhe asnjëherë nuk do i lejoni të mërziteshin ata që ju doni. Luani. Dashuria juaj do të jetë më se perfekte sot për disa arsye. Së pari, sepse komunikimi është maksimal me partnerin tuaj. Së dyti, sepse keni ideale dhe qëllime të përbashkëta. Në lidhje me punën, një situatë tensioni ju pret. Nuk do të jetë as pak e lehtë përfundimi i një kontrate. Kujdes me shpenzimet pasi gjendja juaj financiare do jetë me minus për një periudhë të shkurtër kohore. Virgjëresha. Momenti reflektimeve të thella për veten, për objektivat që duhet arrihen, për disa shpenzime të planifikuara për shtëpinë tuaj, për kohën dhe mënyrat e nevojshme për të arritur rezultate konkrete. Në jetën private do të jeni më të apasionuar dhe më sipërmarrës se zakonisht. Do të jetoni momente të zjarrta dhe emocionuese me partnerin tuaj, ose do të gjendeni të përfshirë në aventura të paplanifikuara më parë. Peshorja. Shumë mesazhe dhe telefonata do të merrni nga miqtë tuaj. Ata do t'ju tërheqin në programet e tyre të çmendura dhe qesharake të mbrëmjes. Ju kujdeseni shumë për informacionin. Përpiquni të jeni shumë të azhurnuar me teknikat e fundit, nëse keni një aktivitet të pavarur. Sa i përket dashurisë, një qetësi e madhe ju pret. Akrepi. Hëna në luan ju bën nervoz. Ju mund të keni të bëni me një ftesë që dëshironi ta refuzoni, por rrethanat nuk e lejojnë atë. Mos supozoni se të tjerë do të përshtaten me nevojat tuaja, ju duhet t'ia dilni mbalën vet. Ndjenjat janë të forta, nëse jeni në një lidhje apo jo, nuk ka rëndësi ajo çfarë dëshironi. Sot është risia. Shigjetari. Ideja për një udhëtim është e mjaftueshme për të mobilizuar imagjinatën tuaj dhe për të ndërtuar një itinerar emocionues. Nëse keni një marrëdhënie të kënaqshme me partnerin tuaj, atëherë merreni atë dhe dilni me miqtë tuaj. Një problem që prej shumë kohësh po ju mundon do të zgjidhet. Mundësitë për t'u takuar dhe argëtuar shumë fishohen dhe ju çojnë në mjediset e reja. Britsjapi. Rendi i ditës është vetëm një. Ju nuk mund dhe nuk dëshironi të jeni sipërfaqësor, madje edhe në gjërat më të thjeshta ose më të parëndësishme. Dhe keni absolutisht të drejtë, faktet do ta vërtetojnë atë. Energjia është e mirë, por jo e pashkatrueshme, kështu që është e drejtë të bëni një pushim dhe ndoshta edhe disa ditë pushimi do të ishin perfekte. Duhet të tregoni një kujdes për fizikun tuaj, pa gluten, pa produkte qumshti, pa mish të kuq. Ujori. Hëna përballë shenjës tuaj do të theksojë çështjet e zemrës. Nëse nuk keni angazhime specifike, është më mirë të vendosni të dilni me shoqërinë tuaj. Zgjimi me një migren do të jetë si pasojë e qëndrimit deri vonë natën e kaluar. Qetësohuni dhe mos i merrni gjërat me stres. Peshqit, ditë e madhe ju pret. Ju do të keni shumë kënaqësi, veçanërisht nëse jeni në pozitë për të patur zili që të mos të duhet i përgjigjeni askujt për atë që bëni ose vendosni. Një dëshirë e madhe për të bërë diçka të ndaluar do t'ju vendos në lëvizje. Dashuria dhe miqësia ndonjëherë kryqëzohen dhe nuk është e lehtë të zgjidhësh problemin. Ditë fitimprurse në punë, për sa kohë që ju i moderoni mirë punët tuaja. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme.